Fshatrat e Zhupës në Prizren nga mbrëmja të mërkurës kanë ngelur pa rrymë elektrike. Në ora 7 mbrëmje kur kanal që deri në tash po thot deri akşam nuk vjen. Bile 24 orë pa rrymën. Çka ju thonë? Se dim, derisa ndreqet atë kabel, se çdo herë digjet atë kabel edhe problemi ka. Këtë mëngjes temperaturat kanë shënuar disa gradë nën zero, ndërsa për të aktivizuar ngrohjen e shkollës së Mushnikovës është ndezur gjeneratori, por kjo po na kushton, thot drejtori Sedat Bajrami. Procesi mësimor po zhvillohet sipas orarit mësimor sepse kemi gjeneratorin, mirë po duke përdor gjeneratorin rriten edhe shpenzimet me nafte dhe nuk mundemi bashkë me arrit atë temperaturën sipas kur ka rrymë. Ka qenë ftohtë? Po në mëngjes ka qenë shumë ftohtë Mushnikov sepse gjendemi me një lartësi mbidetare diku 950 te shkolla, edhe temperaturat kanë qenë të ulta posaçërisht në mëngjes ka qenë -4. Shërbimet ndaj qytetarëve nuk po mund t'i kryej as posta e Kosovës. Ne që jemi këtu me postën e Kosovës, kemi jashtëzakonisht probleme. Qytetarët kërkojnë shërbime. Shërbimi nuk mund të kryhet për arsye se rrymë nuk ka. Domethënë që unë prej orës 8 mëngjesit kam ardhur nga Gjakova për me kry punën time këtu në postën e Kosovës dhe nuk ka rrymë. Domethënë unë mbes t'ju thonë qytetarëve nuk ka rrymë. Për gjendjen e krijuar në 14 fshatrat e Luginës së Lumbardit, RTK ka kontaktuar me zëdhënësin e Kecit Lulzim Krasniqi. Ai tha se problemi ka qenë prishja e kablos.